Placenta. Mjetin të cilin jeni duke e shikuar në ekran është një ndër aparatet me teknologji më moderne që përdoret në mjekësi. Kjo tërësi përdoret për t'i mbajtur në jetët të sëmurit që janë në mjekimin intensiv. Por nëse kjo teknologji krahasohet me një aparat tjetër më të mirë, mbetet shumë e pamjaftueshme. Ky aparat i cili rrethon në tërësi embrionin në bark të nënës dhe i asiguron gjërat e nevojshme është placenta. Placenta është sikur një tërësi e dializës së veshkëve, makina e zemrës dhe mushkërive të bardha, si dhe sikur një mushkëri e zezë artificiale. Gjithë këto funksione i ushtron në të njëjtën kohë. Bebeğin ve annenin birlikte yaşamasını sağlayan harika bir tasarımdır. Placenta është një konstruksion i përkryer që siguron jetën e foshnjës dhe të nënës bashkërisht. Qelizat që e përbëjnë placentën i njohin molekulat ushqyese në bark të nënës dhe këto molekula ja bartin foshnjës. Një detyrë tjetër e placentës është mbrojtja e embrionit. Qelizat mbrojtëse në trupin e nënës për ta sulmuar embrionin i afrohen mitrës. Por qelizat që gjenden në shtresën më të jashtme të placentës formojnë një lloj filtri mes venave të gjakut dhe embrionit. Qelizave ushqyese u lejojnë që të kalojnë, kurse ato mbrojtëse i ndalojnë. Në qoftë se detyra për të siguruar nevojat e një foshnje i jepeshin njeriut e jo placentës, embrioni për disa minuta do të kishte vdekur. Nga se të gjithë teknologjitë që i posedon njeriu nuk mund t'i llogarisë nevojat e embrionit, e as që mund t'i sigurojë këto nevoje. Këtë funksion mund ta kryejë vetëm një makinë, e ajo është placenta. Kjo që placenta e cila është vetëm një copë mishi dhe që posedon një teknologji kaq të përsosur, edhe një herë dëshmon për krijimin e përkryer të Allahu Gjeleshanuhu. Ky kordon siguron lidhjen mes trupit të nënës dhe foshnjës. Kordoni i cili preket dhe hudhet pas lindjes është një mrekulli inxhinierike dhe gjatë 9 muajve ushtron një funksion shumë të rëndësishëm. Nëpër këtë kordon kalojnë 3 vija. Njëra prej këtyre vijave shërben për t'i bartur ushqim dhe oksigjen foshnjës. Falë kësaj, edhe pse foshnja jeton në një ambient plot lëng, edhe pse mushkërit i ka të mbushura me ujë, nuk mbytet. Edhe pse sistemi për tretje ende nuk është formuar dhe foshnja nuk ushqehet me ushqim, ajo nuk vdes nga uria. Këto 2 nevoja themelore e embrionit i jepen nga barku, ndërsa 2 vijat tjera shërbejnë për të larguar karbon dioksidin dhe mbeturinat ushqyese, të cilat i prodhon embrioni. Për gjithë këto sisteme, as nëna e as foshnja nuk kanë asnjë njohuri.